Unë kam që dojzën 13 vjeqare, unë është të smun, aja është paraplegjik, tetraplegjik, nuk mune ecë, asë filet, nuk o në gjira, nuk din. Që ta shpësheni dhe ju vetë, që shë gjendja shpijës, diku kam rri ujtë, diku në ofre, pësishtë 1 metër, që dhe radiaturët, ku i kam bëllu këtë për gjithësi, të merë këtu peshin edhe vetë qëfar ujë, qëfar bërlugi, qëfar... Këtu ma ka prish me friz e kartullu, këtu e kam shtë hidroforin, këtu e kam hidroforin, atje e kam inventorin me akumulator, e kam kaldojes, aty më ropa, ta shpashit edhe vetë, të i pëshin edhe vetë që shonshtë, gjendja shpis, këtu e kam banjen, që ka bon banjen, pëshin edhe vetë që ka o bon, merë, me krej, dhe ku kam rri ujtë, dhe i këtu, kajtë e kam bëllu. Pëshin e këtu që shpa dhe këtë farë, dhe që farë në bëtërinë. Ta që kem edhe kozhinën, kësajë, që kozhina, jena mundu u bërë që me fëtu pak me që bëj pjetë, po me ndemë që s'ma na vjen ujë malë, na e ujë malë, i karatullu krejt, me maqinë, tenve, me shpëretin, ku e gote kam bëllu krejt, të ullinën, këtu kozhina krejt, mi kam bëllu, tash shijet me gota, me qkenë, senet elementare, bazike për kozhina krejt dëmtune janë, atë dhe midritare në kanë një ujtë, edhe pa shijet dhe vetë, këtu dhe kam, si thujnë, kompost harqë, që sene bazike, shiqere, vaje, qaje që si mile këtë e ka prish, më ka prish. Ta që kemë të salonin të shijet që shonsht. Krejt me këthej sa i karatullu të shini dhe vetë gjendjen që shonsht. Të shini të radiator, murin të shini që shobon, keramikat, për shembull me korrika, me tovelina, në post tovelinën e të nej kuzhinës, për me ngërbuk, situata shumë e keqe, shumë e shtirë. Me gjithë se në ka orë peja Allah, e s'kin që me bun tash, po tash me mundësi tash, po shije që është gjendja, tash pa presëm, apo në delë kësh me në vizitu, halok kush s'ka qenë kërkushish, as institucionet të mëne, as për këmune, as për qeverije, kush s'ka qenë, as ka interesu fare, heqish. Me dojnë me po pak gjendjen, qish për jetujmë, me gjithë se dhe na jenë qytetarë të Kosovës, edhe mu interesu ju, me thonë, me bon në i punë, me hikë pak ujë, era, kam edhe katën e dytë, ka shku tash era dhe për pjetë. Sa antarë të familjes i? Unë i kam, 2 prindi kam, janë penzionera 2, i kam shoqen, i kam djallin, rejen, edhe 2 vajza tjera që jetujmë këtu, banujmë. Tash pak i ma zvena s'kum. Që shpëra dini me, tha që i ki përendrit, besoj në mosh? Po 80 vjetë, ofër 80 vjetë i ka boba, nona i ka dikën 76 vjeqare. Mos shkisi tash, jena mitë kesh për banim. Banim ju pak kesh ditëra atu, më pak dënë me mundësi të una, me himë, me puni pastrim. Sot ke mundësi tash. Më pak problemi edhe ftëf ka mund tash edhe. Jo tha që keni edhe fëmi, s'far moshe janë edhe sa e bën kjo ma të vështirë, në fakt, situatën cilë po, unë të regua, unë që o problemi që unë kam që dojzën 13 vjeqare, unë është të smun, aja është paraplegjik, tetraplegjik, nuk mune ecë, asë filet, nuk o në gjira, nuk din. Problemi më të mune kam presë të vojzë, se për të tjera, vishën dedi me kam bërë, të s'kin që me bo, Allah e ka qohë këto, për ti nësë nga me ikë, për zudit, problemi më të mune kam të qe vojzë. A i bërim qëtash, për shkak qësoj kuë, për shkak të njenë, fore po të të mjeki, u dhe e rrugë temperatura, i fëtuh mushni, ka infekcion në urinë, edhe u dhëtë me që me një këqionit tash vojza 13 vjeqare, së mund që është, me shtë maltretim me që, po na vjenë mu paravodë burë me shtë forsana, më këtën.